Duhet më bë pak durim për mua, jo kështu. Jo një herë të vetëm, apo jam atë. E kam thënë bashkimit, kur të hapësh firmë, merr punëtor, kam më mësu shqipen, inshallah. Çdo gjë në xhami që e rëndon syrin e njerëzit, e rëndon veshin e njerëzit, duhet më pastru xhamia prej saj. Ajo xhami që syrin ta rëndon nga papastërtia, veshin ta rëndon nga papastërtia, ajo xhami sa do të mirë t'i ketë xhamatin, nuk afron njerëz të rinj. I largon njerëzit. Dhe nëse në një xhami vjen një person dhe largohet për shkak të papastërtisë që sheh në atë xhami, ndërkohë që në atë xhami ka xhamat që e njohin fenë e Allahut shumë mirë, e adhurojnë Allahun e madhëruar një dhe nuk i bëjnë atij shirk, janë larg bidatit, janë larg ekstremeve. Ajo papastërtia do bëhet sebeb që një jo musliman apo një musliman i ri të mos dëgjoj, të mos kuptoj, të mos besoj, të mos praktikoj atë pastërti shpirtërore që xhamia ofron. Automatikisht, çdo kush që ka kontribut në papastërtinë fizike, merr edhe gjunahin e largimit të personit që hyn tek dera dhe largohet kur sheh papastërti. A është kështu apo ka ndonjë mendim ndryshe? Si po thu? Nëse nuk do ishte kështu, nuk do thoshte nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha, se i dërguari i Allahut ka urdhëruar të ndërtohen xhamiat në zonat e banuara, të pastrohen dhe të parfumosen. Urdhër. Kështu që xhamiat duhet më u pastru. A doni të vazhdojmë më shumë me normat e xhamisë apo u lodhët edhe ta mbyllim? Si thoni? Për të pas ka plota o thonë? Atë e keni në dorë. Inshallah. E me ngrit zërin në xhami. Me të qeshme, me... Si po thoni, a lejohet, as lejohet? Argument. Ajo është e vërtet, po. Njerëzit janë namaz. Qeshurit e shumë ta plak zemrën. Po mjekësia thot ta rinon. Po hadith më ka qeshurit e shumë ta plak zemrën. E vërtet është që kanë shumë prej dietarëve kanë cituar dhe kanë thënë që e qeshura, e gajasura. Në Shqipëri themi e gajasur. S'di si i thon shqip pastaj. Jo, busjeshja është sadaka, është. A gajasja është kur njeriu shpërthen. Në shqip nuk e di unë si i thon ndryshe. Doktori nëse e din. Po. Si? Me u gërvall. Me u gërvall kanë përmend shumë prej dietarëve që autoritetin ta humb edhe zemrën ta dobson. Kanë përmend këto dy element që mundet me i ndodh njeriu kur gërvallet ose kur gajaset. I shkon jeta veç gajasi. Me ngrit zërin në xhami nuk bën. Me ngrit me bërtit. Ka ndodhur, si tregon Sa'ib ibn Yazidi, se Umar radhiyallahu anhu e ka thirr një ditë kur ishin në xhami dhe i tha, ata të dy mi thirr të vinë këtu.
e shkoni thret, shkojnë tek Umeri, u thot, kush jeni dhe prej nga jeni? Dhe i thon, jemi këta dhe jemi prej Taifit. Është një qytet në jug të Mekës, diku tek 80-100 kilometra. Dhe u thot, ama law kuntum min huna la awja'tukuma atasrukhani au atarfa'ani aswatakum fi masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sikur tishit prej këtu nga Medina, kisha me ju bë me ndidh dhimbje. Kisha me ju dhimbt. A e ngrini zërin tuaj në xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Njeriu që ka me fol, flet normal. S'ka arsye pse me ngrit zërat në xhami. Xhamiat e Zotit nuk janë opereta, ku njerëzit vlerësohen kush e ngre zërin më shumë, edhe se marrin pastaj për në sken kush nuk ka zë. Dhe muslimani nuk duhet të harroj fjalën e Allahut të madhëruar në surën Luqman, wa inna ankara al-aswati la sawtu al-hamiri law kanu ya'lamun. Dhe zëri më i urryer është zëri i gomarit, nëse ata e din. Dhe muslimani nuk duhet me ngjasu këtij zëri të urryer, për më tepër në shtëpinë e Allahut të madhëruar. Po e njëjta gjë vlen edhe në shtëpi, ti. E njëjta gjë vlen edhe kur është në rrugë. E njëjta gjë edhe kur është në punë, edhe në restorant. Me përjashtim të rastit ku duhet me thirr se s'mundet me u zgjidh puna pa thirr. Me përjashtim të rastit kur hoxha ka një temë që duhet me ngrit zërin në mimber edhe me fol. Ama me qenë dita normale e njeriut, apo e zakonshme e njeriut ngritja e zërit, kjo nuk bën. Kjo nuk bën. E me hëngë xhamia bën? Po? A nëse ka biskota si që solli vlla jon s'bën, veç dash. Bën edhe është, elhamdulillah. Allah. E me fjet në xhamia bën? Bën, Pse e burr? A vjen mysafiri s'pa marrë ke shtëpia po lëgë xhamia? Ja ka pas në xhaminë e pejgamberit. Allah shpërbleft. Bën. Bën dhe për njeriu që është beqar, s'ka familje. Mundet që xhamia është vendi më i bereqeshëm në cilin flet. A bën me i shtri këmbët në xhami? Kur flesh me shtrin e kom? Jo në drejtim të kiblës. Vlla Nexhi dha një mendim, nuk bën me i shtri këmbët në drejtim të kiblës. Kryet do shtreshin, tha kryet bën, ama kom kjo. Për çka qysh? Kur flen njëri? Kryet e kry, edhe kryet me Nuk shtrihen kom. Transmetohet nga mos gabofsha nga Abdullah ibn Umeri, nuk jam i sigurt, se ka parë të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam në xhami, që i kish shtrirë këmbët dhe i kish vendosur njërën mbi tjetrën, kështu siç i ka Sheikh Umeri me vllajin për krah. Nexhi. Kjo është transmetuar në hadith. Thot Ibn Hajeri, komentuesi i hadithit, hadithin e transmeton Imam Buhari. Thot, dhe ky hadith tregon që lejohet me ushtri këmbët në xhami dhe me u vendos përmbi njëra tjetrën. Mirë po, vazhdon dhe thot, kjo gjë është
mirë të mos bëhet kur ka njerëz. Që mos me ndje personi që ke pranë se nuk e ke vlerësu. Se ndodh që njeriu me pas dikë pranë vetës dhe mundet që koka e tij, fytyra e tij i bi pranë këmbëve të personit. E nëse ndodh një gjë e kësaj natyre, thot Ibn Haxheri, nuk është gjë e mirë të ndodhi, sepse mundet që tjetri më të mërzit. Se njerëzit janë natyra. Varet, dikush të mërzitet, dikush nuk të mërzitet, dikush reagon, dikush nuk reagon. Për me i evitu krejt këto dhe me respektu vllazërin, ka thënë që e mira është që mos më u bë. Po. Kthehemi në fillim të këtij hadithi. Muhamedi alayhis salam I ka pas daltim të kiblës. Nuk Kthime apo shiko Omeri për shembull. Nuk sa e kujtoj unë hadithin, nuk thot gjë aty që I ka pas në drejtim të kiblës. Nuk thot gjë që I ka pas në drejtim të kiblës. Apo diçka tash me pyetjen e Nexhit, mos më thënë kanë drejtim të kiblës. Nuk kanë ndonjë gjë. Nuk kanë ndonjë gjë. Në fjalë nëse njeriu hulet fund xhamisë, don me lexu Kur'ana, don me lexu një libër dhe don me I çlodh gjunjt, atëherë mundet me I shtri këmbët dhe detyrimisht që do I shtri nga kibla. Nuk ka gjë të keqe në këtë mes. Ka hadith për mbajtjen e këmbëve në këtë lloj forme. Al-Mutarabbi. Ka hadith për këtë. Ka hadith edhe për forma tjera, me fjalë kur njeriu është I shtrirë dhe I mbledh këmbët sipër. Ka forma kur lejohen, forma kur ndalohen. Për veshje, siç kanë qenë aso kohë, quhet izar, ose që adeti tashmë në perëndim është që e përdorin veç kur dalin prej dushit, që nga mesi e poshtë e mbështjellin peshqirin, kupton? Ajo ka qenë praktike e njohur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe kanë quajtur izar. Ka hadithe që nuk lejohet kur je shtrirë me I ngrit këmbët edhe me I mbajt në këtë lloj forme, pjesa tjetër e trupit e shtrirë, kur je I veshur me atë, sepse rrezikon me u zbulu. Kështu. E më shit në xhamia bën? S'lejohet tregtia në xhami. Edhe vërtet është nuk lejohet tregtia në xhami. Po nëse dikujt I ka humb ora, ai ka humb kerr. A e thash mirë shqip? Kerr. A Mehmet? Makina. Kerri, ja makina. Makina I thon italisht. Shqip I thon kerr. Jo, I ka hup jashtë. I ka hup jashtë, veç vjen këtu në xhami dhe thot, burra më ka hup kerri, ke lagjet tuja, ato bandat, shikoni aton mos kalon kush me kerrin tim, ose I pyesni ata kryetarët e bandave, që unë ja jap 1000 euro aton nëse ma gjen kerrin. Si thoni, bën? Kerri 8000 euro burr. Ku ke me I gjetë gjitha burra bashti me hap lajmin Great Hanoverin? Po, a tha saktë ajo? Po, çka bani forzi sot I të liga. Allah. Nuk bën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë idha ra'aytumur rajula yabi'u fil masjidi aw yanshudu yabi'u fil masjidi faqulu lahu la arbahaka Allah. Wa idha ra'aytumur rajula yanshudu dhalatahu fil masjidi faqulu lahu la radda Allahu dhalatak. Nëse e shikoni një burr që shet në xhami, I thoni kur mos dhon Zoti fitim. E nëse e shikoni ndonjë njeri që në xhami kërkon çka I ka humb jashtë. S'ka lidhje se I ka humb xhami. I thoni kur mos ta ktheft Allahu atë që të ka humb. Po, kur mos e gjesh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot thuje. Tani kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thuje, mos më pyet mua duhet më thon. Se është naj muhabet atë.
Kanë se kanë do patika. Ëh? S'ka ato. Po do pumë kanë këto po thonë. Ajo është gjë shumë e mirë. Është gjë shumë e mirë sepse xhamia e Zotit duhet me urujt. A kjo ishte një pyetje që e bën vllaznik dje në Hamburg. Than ka ndodhur probleme në Hamburg me xhamiat, janë sulmuar disa xhamia, çka më bë? Dhe është obligim që xhamiat e Zotit të ruhen. E para sepse është shtëpi e Zotit. Apo jo? Me ta sulmu ku shtëpin, a e ruan? Sigurisht që ruan. E shtëpinë e Zotit a duhet me rujt? Më shumë se shtëpinë tane. E dyta, kjo xhami a mbahet me parët e juaja? Ë? Kështu që kur dëmtohet xhamia, dëmtohen edhe parët e juaja. Kështu që njeriu duhet me rujt edhe parët e vet. Kështu që ngado që ta rrotullosh, duhesh me rujt. Duhesh me rujt. Dhe është obligim me rujt. Dhe një nga format e ruajtjes është edhe kamera. Kështu që s'ka asgjë të keqe. Sikurse nuk ka gjë të keqe nëse dikush e harron orën duke marrë abdes, e kryen namazin, shkon dhe dikush nga xhamati apo nga kryesia e shikon orën, edhe njofton dhe thot, një orë ka humbur. Kujt i ka humbur orë, le të vi tek zyra e kryesisë, t'japi karakteristikat e orës, edhe nëse është si ora që ne kemi, e merr. Kjo nuk ka asgjë të keq. Sepse këtu nuk po kërkohet malli i humbur. Po kërkohet që të kthehet malli tek i Zoti. Apo ja. Kështu që nuk ka gjë të keqe. Sikundër nuk ka gjë të keqe që në xhami më thon e kemi Abdul Kadrin apo e kemi Musën pa martu, edhe me i martu me motrat e hajrit. Edhe pse Musës ja kam dhënë përgjigjen se ku me u martu. Allah dënë të hajrën e dynjas dhe të ahiretit mos ty, mua dhe krejt vllaznive, dhe krejt muslimanëve. Me fol për normat e xhamive ka plot. Dietarët kanë shkruajt libra. Mirë po, ato më të rëndësishmet ju i thatë, elhamdulillah. Është e rëndësishme që xhamia të shërbej për adhurimin e Allahut, të shërbej për dijen mes muslimanëve, dhe këtu i bashkohen fjalës Metit, inshallah i vëm zbatim, bëjeni këtë xhami të jetë më shumë se universitet, prej mësimeve, si në librin e Allahut në Kur'an, në tefsirin e tij, në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në komentimin e tyre, në halalin dhe haramin e Allahut madhëruar dhe çfarë kanë thënë dietarët rreth tyre, në moralin e Islamit, se si tjetë muslimani me veten e tij, si tjetë me bashkëshorten e tij, si tjetë me fëmijën e tij, si tjetë me prindin e tij, si tjetë me vëllezërit në xhami, si tjetë me kolegët në punë, si tjetë me komshiun, si tjetë me të afërmit, si të flasi mirë, si të veproj mirë, si të ruhet prej të keqes. Bëjeni këtë xhami të buroj dritë diturie dhe dritë edukate. Dhe qëndroni për herë të lidhur fort me njëri tjetrin. Ju këtu jeni në kurbet. Jeni të huaj pavarësisht se keni pasaporta gjermane. Jeni të huaj edhe nëse keni ndonjë prej familjarëve. Kështu që pasuria më e madhe që keni në këto vende nuk janë eurot në kontot bankare. Pasuria më e madhe që keni këtu mbas besimit është vëlla juaj që e vendos kokën sejdë për krah juaj, për krah jush. Kjo është pasuria më e madhe. Dhe këtë vëllazëri duhet ta ushqeni. Duhet ta ruani si sytë e ballit. Jo vëllazëri me fjalë, po vëllazëri me vepër. Dhe që ta ruani dhe ta forconi këtë vëllazëri, qëndroni pranë njëri tjetrit duke lexuar dhe duke punuar. Se çaji nuk bashkon kënd. Ngrënia
nuk bashkon kënd. Se ju mbledh aty sa pini dhe hani, dhe kur të mos ketë më me pi dhe me hëng, keni me hik. E mos ju bëv Zoti dhe mos bëv Zoti askënd për muslimanëve, që kur ta ndjejnë fundin e interesit, wa alaikum salam, Allah. Që kur ta ndjejnë fundin e interesit, siç ndjehet fundi i ushqimit, të sillen siç sillen kafshët në fundin e ushqimit, që fillojnë dhe luftojnë njëra tjetrën për të ruajtur apo për të patur vetëm për veten e tyre ushqimin e mbetur. Ruajini vllazërin, t'ju ruaj Zoti. Edukojini fëmijët tuaj që të jenë tuajt kur të keni nevojë për fëmijët. Arsimojini fëmijët tuaj që të jenë krenari për ju, për veten, për muslimanët dhe për çdo. Dhe mos ju hutoj jeta e angazhuar me punë në këtë vend. Çdo njëri prej jush, sa do i ngarkuar të jetë me punë, edhe 2 punë po t'i ketë, nuk bën vaki që çdo ditë të mos i ketë 2 orë të lira minimalisht. S'bën vaki. Kushdo që thot s'kam kohë të lirë, për mu nuk ka ose nuk ka menduar dhe nuk i ka bërë hesap kohët e tij, ose don me kalu situatën me një fjalë goje dhe kryu. Kohë të lirë gjen edhe Obama, gjen edhe Merkeli, gjen edhe Kameruni, se s'po flas pastaj për të tjerë, se ata gjejnë me. Kur këta gjejnë kohë të lirë, që janë të angazhuar me punë të mëdha, edhe me zullume të mëdha, çdo njëri prej jush e gjen kohën. E atë kohë të lirë angazhoheni me punë të hajrit. Për vete edhe së bashku. Përpiquni të lexoni së bashku. Përpiquni të punoni së bashku. Sa më shumë të lexoni së bashku, aq më të përafërta do i keni mendimet. Sa më shumë të punoni së bashku, aq më të përafërta do i keni eksperiencat. E kur t'i keni mendimet dhe eksperiencat përafërta, do jeni të aftë të ndërtoni një punë më të madhe se sa puna e turqëve në Gjermani. E tash ju e keni në dorë, e Zoti ju ndihmoft, ju dhënë bereqet në këtë jetë, e në jetën tjetër me xhenet. Zoti më fal gjunahet mua, ju na dhënë sinqeritet, vërtetësinë, fjalën, punë, na bëft bereqetshëm ku do ndodhemi e me këdo. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.